Për të 11 vit radhazi është zhvilluar Festivali Këngës dhe Muzikës së Lehtë Akullore Fest në Shkodër, ku marrin pjesë kryesisht fëmijët. Drejtori i këtij festivali Anton Kaftalli thotë se tashmë ky aktivitet është kthyer në një traditë. Festivali ka mbërrit në edicionin e 1 majit. Është ky festival që ka sjell popullit të Shkodrës rreth 150 këngë të reja. Në 1 majit ka 14 këngë të reja, krijime të reja të kompozitorëve shkodranë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Mendoj që janë krijime të bukura, janë seleksionuar dhe këngëtarët janë këngëtarë shumë të mirë, janë marrë nga çama kulturore e fëmijëve Kujti Malia. Ka 2-3 këngëtarë që janë nga çama, tjerë janë nga shkolla jonë dhe nga shkolla tjera të qytetit. Shpresoj që ka një edicion shumë i mirë. Kaftalli thekson se gjatë këtyre 11 viteve nga skena e këtij festivali kanë interpretuar mbi 700 këngëtarë dhe instrumentistë, një kontribut i çmuar për këngën dhe muzikën në Shkodër e jo vetëm. Formacionin e sotëm janë 50 fëmijë në skenë, përveç këngëtarëve solistë janë 17. Mesatarisht asjell rreth 60-70 fëmijë. Po, sepse janë 2 formacione, është kori, që zakonisht ka kanë rreth 40 fëmijë, 30-40 fëmijë, dhe formacioni orkestral që ka kanë nga 20 fëmijë, sot e kam me 7 fëmijë, se kështu e mendovan me reduktu pak, po përveç këngëtarëve që janë 16 këngëtarë se ka duete të rio. Ky festivali ka vlerëtur ndjeshëm edhe vetë shkollës artistike Prenjakova, pasi përbën një alternativë që i nxit talentet përtej programit të përditshëm. Për shkollën tonë ky ka bën shumë mirë. Fëmijët kanë nevojë edhe për këtë lloj argëtimesh. Përveç punës që bajnë e instrumentet, punën rutinë, nga njëherë në është e lodhshme dhe e mërzitshme përveç kulturës përgjithshme, ata kanë nevojë për argëtim dhe festivalin e shohin si një mrekulli. Festivali i Fëmijëve Akullore Fest në Shkodër, që organizohet nga shoqata Mark Kaftalli, prej disa vitesh mbështetet edhe nga Bashkia Shkodër.